Një aksion antidrogë zhvilluar gjatë orëve të natës në Lezhë, ku policia ka zbuluar një ambient të përshtatur për kultivimin e lëndëve narkotike. Laboratori i drogës ndodhej pranë superstradës Lezhë-Laç, në afërsi të kryqëzimit të Spitenit. Ai gjendej në katin e poshtëm të një qendre biznesi që përdorej si magazin. Pronarët e saj jetonin në Itali dhe e kanë lëshuar me qira. Qiramarrësi e kishte kthyer në shtëpi bari. Sipas burimeve të uniformave blu, mësohet se gjatë kontrollit janë gjetur rreth 1000 rrënjë kanabis sativa, dhe pajisje dhe sende të ndryshme që shërbenin për kultivimin e tyre, përfshirë ndriçimin artificial dhe sistemet e ajrosjes. Në kuadër të këtij operacioni janë arrestuar disa persona të cilët dyshohet se ishin të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm. Në prangat e policisë kanë rënë shtetasit Arben Gjegji dhe Arnold Gjergji, bab dhe bir, si dhe punonjësi UOSH-s Gjon Doda. Janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 8.8 kg lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa e tharë, 1064 bim, 960 fidan dhe 850 fara kanabisi, 106 lampa elektrike, 180 gram kokain, 3 armë zjarri, 2 armë sportive, 1 automjet dhe 4 celular. Nga hetime dyshohet se kjo veprimtari kriminale kryhej për disa muajsh.